Kemi dëgjuar një nga thirrsat e njohur amerikan që thotë mos e detyroni gruan tuaj të gatuaj apo të laj. Po ky amerikan le të bëj çfarë det me gruan e vet. Allah e letësoft. Ka njerëz që flasin kështu gjëra të bukura dhe bëhen, si më thënë, tërheqin vëmendjen. Ndërkohë që faktikisht në Islam kjo gjë kthehet tek tradita dhe zakoni. Në ato vende ku gruaja gatun, lan, pastron etj, i bën të gjitha dhe me Islam. Dhe në ato vende ku s'ka nevojë se ka shërbëtor, ka punëtor, e ku dëgjon etj, dhe gruaja rrin duke tunë zinxhiri gjithë ditën, veprohet siç është tradita e vendit ku jetohet. Dhe ne kemi shembull nga jeta e pejgamberit alayhis salatu wasalam se si kanë pas punuar gratë e ju bëjshin durat me kallo prej punës. E nuk tha dikush që dëgjoj se me Islam s'ka lidhje, nuk ka lidhje. Kështu që janë shtuar këta të cilët duan të rreqin vëmendjen dhe flasin gjëra që konsiderohen aqwalun shadhe. Aqwal shadhe do thot fjalë të thëna po që si mbështet askush. Mirë po ekzistojnë si mendime, E dikush për të duk feminist, për të duk gentil, e ku dëgjon etj. Jo se Islami, ti si e përfaqësuesi i Islamit do shoh. Kur thuash ti Islami duhet të jesh kolloz. Ti mund thuash ka një mendim. Unë mendoj se mos fol në emër të Islamit. Kur flasësh në emër të Islamit duhet të jesh i mbështetur mirë me këmbë në tokë.